Me lodhët për zotin me lodhët. U lodha, jo u lodha. Me këto mediat, me këto... U lodha bile më shumë u lodha me këta intelektualët. Sidomos këta intelektualët, matës e djathtas, po me këta djathtas e ka mund, ca intelektual djathtas. Që më qanë gajden, do me thënë në kuptimin e plotë të fjallës, të edhe një liri, i pa shkollë që e kam kështu, dëgjoni këtu, dëgjoni. I lirëve e nozit, të vini anash të gjithë. O anash, morë vesh, anash. I lirëve e nozit, ka 35 vit që e ndikë për denë, dhe nuk ka fituar hasnigje. Kurse ju e intelektual dhe ju që bëni gjasme si që kini ardhur në pëdem me brek me mut dhe kini berë vila e miljarda lek, e kupton? Kurse Vrenozi kam betu në atë shpine thjishtë, me ato plakaqet e Enver Hoxhës, e kupton ti, se është njeri, jo se e them unë, po jam njeri ndershëm, jam njeri si bje ku njeri më qafë, nuk di të vjetë, nuk di të bëjmë blakatar, nuk di të bëjmë mafios, e kupton, edhe ky jam unë, e kështu do vdes unë, e kupton. Po ju të kini turp, kur zini emrin tim në gojë. Të vi turp, për zotin e madh të vi turp. I liri kështu do jetoj. Këtë mënyrë jetes e kam unë, nuk abuzohet dot. Ja, me këto plakaqe, ja. Me këto plakaqe, ja. Me këto plakaqe, ja. Me këto plakaqe. Me këto plakaqe. Ja, me këto plakaqe. Ja, me këto dyet, ja. Me dyet e Enver Hoxhës. Ja. Po të apë të derën, ja. Po të apë të derën, ja. Po të apë të shikohet. Ja, shte, po të që e fort, apë, dhe kjo, që kanë? Ja. Me këto jam, ne. Që e kam derën unë? Morë dhe që e kam derën unë? Pas ka gjë. Nuk ka gjë. Dhe me thënë, nuk mërzitem jo, nuk mërzitem, po më shumë, do me thënë, se edhe shumë, po ajo zekti dije që thaqë, që është kjo i lira ndë këteja, këtona, i liri, këtona, s'ka shkollë, e dur, i kemi pak ta me shkollë, me gravatë, me kostum, i kemi pak ta intelektual të bëdes ku e quan pëdenë, e kemi parë mo këta me kollaro ky, zekti të këta, bashistët e tjere të me kollaro e me shkollë, edhe na futën 3 vit luftua me njëri tjetrin, e kupton ti? Prandaj populli demokrat, mua më mbështeti, më drotokiti, sepse jam njeri i ndershëm, jam njeri i thjeshtë. Jam njeri me shpirt, jam demokrat i pathyeshëm, kam 35 vit, s'kam përfituar kaq. Mos e zini me, se nuk dua tani të filloj, edhe mund, se këta televizin të linet të shajet të bej, po mos me Vrenozin, se do të ngecet gozhda nderët, si është ajo dhafi. Deri në Vrenozin nalë dhe ti, kam byra zerkin këtu, i shërbej, i bej, kam malet e mia, kam, nuk e di, kupton, e kam me shpirt, jam i djathtë, kupton ti? Më ftuan, më morën telefon, më ftuan, do vish të flasësh në takim, vajta fola, si që jam, unë jam njeri i thjesht, jam njeri i popullit, fola, përfaqësoj popullin tim të thjesht, kaq, dhe njëzit më do të kiten, për thjeshtësin që kam, për dashurin që kam, për ky që jam. Pastaj ju me kollaro, ju që keni bërë shkolla nga 4 fakultete, e kemi parë 12 vit, çfarë keni bërë pëdes dhe si po ecën pëdeja. Dhe njëzit janë lodhur me këta intelektualët në thonjza, e kupton? Janë lodhur më vlla. Gjithsesi, kush fajt tim këtu? Lemni mua tashi, në për portale, në për këto, më lodhët, sinqerisht më lodhët, dua se jam lodhur.
që kur më nëzori ajo i gjatin, edhe nuk kam pushuar me gazeta, me portale, gazetare, lejere, mos u meni me venozin. Mos u meni me venozin. Ose, nuk e di, po janë ca që abuzojnë po në mënyrë shumë të keqe. Shumë të keqe. Pse? Se vatën e plan të dytë, i nëzori venozin e plan të dytë. Ja, ky venozi, i thishtë me këto, me këtë shpi që e ka si muze, me plakaqet e Enver Hoxhës, me dyert e Enver Hoxhës që të mbete doreza ndorët. Pse? Se këta theshin, kur do na fillimun, ky ka marrë tendera në pëdeja njërën tjetër. Më në vesh. Unë jam akoma me dyert e viti 60. Kjo derë vë në vitin 60. Këto plaka vë në vitin 60. Unë e ka muzeun në shpinë. Jam me zemër, me shpith, nuk di, as të mashtoj, as të gënjej, as të kurvëroj, as nuk di nga këto, nuk di, prandaj jam këtu, prandaj jam këtu ku jam, prandaj jam në këtë varfëri, sepse jam njeri i ndershëm. Dhe ndoshta njerëzit populli, mos duan këta lloj njerëzish, pavarësisht që unë kam shkollën, unë 2 vjeçare ndërtimi kam bërë, kupton ti? Më futi babai kur mbaroi 8 vjeçaren, s'kishin bukë të ani, më futi në punë. Do futesh në shkollë, tha 2 vite, se në gjimnas unë kisha shkollë, unë kisha miqtë, shokët, 8 vite në klasë, unë kam qartë si fëmijë për shpirtin e nënës. Mos miq nga shkolla, mos miq nga gjimnasi. Të veshta, puno shkollë, bëj 2 vite shkollën e ndërtimit dhe hyrë në punë, tha. Që ta më bukë, more vesh. E më shkon shkollën e ndërtimit, që nësi ka. Këtë shkollë kam unë, ky jam unë, por jam i vërtet, prandaj më do populli i thjesht demokrat. Jam i vërtet, nuk jam mashtrus, nuk jam kurvar, nuk jam, nuk di, delengji, nuk jam, jo. Ata që janë me kostume këshu, dhe këte mbrapa mbajnë kurva e dashnore nga 5, nga 6, më dhe të thash, e kam bërë miliona, e kam bërë vila, e kupton ti? Këta njerës e kanë shpëmpëdhenë, këtu ku janë. Kështu që ti zekthi, kur të zesh venozin, la e gojen. Dhe gjove, surat mut. Ti, a ju mentor kikia e tërta, tup të kini. Dhe tërta që ini ju e mbani veten si gazetar, tam që netë se ipi dhe nësi ka që lirit. Thash edhe njerë, ndoshta populli u loth me ju mo, me gravata, me ju që s'thoni në mëngjes, qartoni në mëngjes, s'thoni më dark. Po e le me kaq se vajten goxha minuta është tova. E le një ratë në jetën time në allet e mija. Bollu mordh me venozin. Venozi shpre atë që ndjenë. Eshti djathtë, një beu. Morë vesh, kjo është. Dhe i qëndroj kësaj. Kaq. Juve bëni lap, hani mut, ngopuni. Gjuat. Hade, ju përshëndes venozi. Ta shi s'merdi një port që t'u përshëndes në mirë juve që kini një 10 ditë po më mbani në goj. Mos më mbani në goj. Mos më mbani më në goj. Hajt. Bol më mbatet në goj. Hajt. Rini që këpushim tani.